Mirë mami që mi kesha, po takohemi prap në emisionin Jetë o Jetë e sonte kena me folë për do tema që janë shumë sensitive në kuptimin politik edhe për shqiptarët gjithandej ka jetojnë, po me veçanti e me fokus të veçant në Macedoninë e Veriut. Si fillim do të i bëjmë do përshkrimet të situata në Kosovë, që ka ndodhur këtë javë që e lam pas. Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas çarje të jashtëzakonshme, kërkesa për dorëheqje, gjithsesi e kurse të mos rahatohen me leadershipin e saj. Dy degë kryesore, si bie fjala dega Pejes me Gaz Muhaxherin ka kërkuar dorëheqjen e liderit të tyre Lumir Abdigjikut dhe dega Peje e Lipjanit, me vonë nga dalë edhe dega e tretë në Prishtinë që ka kërkuar dorëheqjen e Lumir Abdigjikut. Dje Këshilli i Përgjithshëm ose Këshilli Drejtues i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka marrë një takim ku ka marrë një mbështetje nga dekt edhe vet ata aty që janë nuk janë ka e dinë çka janë të dashur me bë, të bë, por megjithatë halli i madh është në LDK. Probleme kanë gjithsesi, por si parti institucionaliste ata dojnë me formu qeverinë derisa janë partia e tretë. Kush nuk i vet kur farfaktori për momentin sjam, e ai që duhet me folë për marrimin e qeverisë është Albin Kurti dhe partia vetë vendosi, ai nuk flet për këtë punë. Këta i ka kap kasa vetë, këto nuk dina me shpjegu. Si hyrje e si refem me tregu që ka ndodhur javën që e lam pas, për të kthyer temën e Maqedonisë së Veriut, sot kemi deputetën më të zëshme, ose çuçi unë e kam thënë edhe në një debat televiziv, ylli në ardhjën e Republikën e Maqedonisë si politikane. Dhe po besoj që shumë shqiptar syti kanë prej Ilire Dautit që vije tani më nga radhët e ishte aleancë, tani është lidhja për shqiptarët mas kongresit të fundit. Kanë pas edhe ta do paqartësi me aleancën, me Taravarin, me Vullat, me sene, po megjithatë këta janë konsoliduar dhe sot jemi bashkë me ne. Ilire, faleminderit shumë për kohën që ke gjetë me ardhë në Kosovë në këto ditë të vape edhe me i diskutu për problemet e shqiptarëve në Maqedoni. Mirë se ju gjeta, jeton juve, faleminderit shumë për ftesën. Me gjithë që vapë, nduhet ta them patjetër që për ne shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht vapës, ajri i Kosovës na vjen i lehtë kur kalojmë këndej, sikurse edhe kur kalojmë andej kufirit në Shqipëri. Gjë e cila nuk flet vetëm për dashurinë tonë të madhe që kemi ndaj Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe për situatën tonë që kemi atje, si duket. Unë veç këtë gjë mund ta them me kompetencë, sepse mua s'm lejohet me dhënë mendim, por shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e kanë një lidhje të jashtëzakonshme sentimentale në kuptimin si anë e kufinit dhe si këne e kufinit. Ky fakt na gëzon, po dika edhe na hidhran kur na fillojmë ka pak me ju ngatru në punët e brendshme atje në Maqedoninë e Veriut, po kjo nuk do të nisëm temën me këtë gjë, sepse kemi me folë në vjem, derisa të shterojmë të gjitha, na bën me ju dash si vëllezër e si motra, po në punët juja jo jeni të votuar dhe jo do të zgjidhni problemet e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Si është gjendja shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, aktualisht po flasim? Nuk është as pak problem për diskutuar edhe në kuptimin e lidhjes tonë që kemi me Kosovën dhe edhe po t'ja nisim po në qoftë se dona edhe mujna me fillu edhe me këtë temë. Dua të them se kur ne flasim shqiptarët e Maqedonisë për probleme që kemi, unë mendoj që kemi një pikë dhe përbashkët, kemi kaluar mentalitetin jugoslav të dy palët, dhe më pas Kosova ka kaluar në atë mentalitetin genocidal të Serbisë, ndërka që ne me historikun tonë më pas atje dhe ja ku jemi në dekadën e 4 Maqedonia e Veriut si shteti pavarur, dhe vazhdojnë ende me mentalitetin e ish Jugoslavisë. Prandaj kur flasim për probleme që kemi, unë mendoj që qytetarët e Kosovës, e Republikës së Kosovës, sepse themi me shumë kënaqësi këtë, na kuptojnë shumë mirë, besoj, sepse e kuptojnë dhe e rikujtojnë edhe ato gjërat të cilat i kanë kaluar dikur, që për fat të mirë sot tashmë qytetarët e Kosovës e gëzojnë lirinë në kuadër të Republikës që të gjithë e deshtëm dhe e duam kaq shumë. I kisha ftuar që të sillen me maturi,
gjatë gjithë proceseve që po zhvillohen këtu. Megjithatë po e lëm t'i kthehemi kur ju të konsideroni si duhet, ndërkaq për këto zhvillimet tona atje është pikrisht ajo që e nisa. Është ai mentaliteti i dikurshëm kur shqiptarët në kuadër të ish Jugosllavisë llogariteshin 7,7-8-9% dhe harron Maqedonia e Veriut se sot në realitetin e ri, në kuadër të kufive të Maqedonisë së Veriut, shqiptarët janë 30% sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ndoshta edhe më shumë, kështu që këto mundohet pak shifër, se 30% e kuptojnë kështu kur shifra nominalisht kur flasëm 30-70. Sa përqind regjistrimin e fundit? Sa qytetar shqiptar janë në Maqedoninë e Veriut në regjistrimin e fundit, nuk e di kur ka ndodhur ai, po sa shqiptar janë banor të Maqedonisë e Veriut të regjistruar. Në numrin e përgjithshëm të popullsisë 1,8 milion kanë dalë qytetarët në përgjithësi, prej atyre 30% apo 29,5% janë ato të cilët janë shqiptar, po na është paraqitur një problem tjetër atje në Maqedoninë e Veriut. Sikur neve që na paraqiten rrugës probleme. Realisht problemi i cili nuk do duhet në fakt të ishte për faktin se regjistrimi i fundit, ligji për regjistrimin e popullsisë atje në kuadër të entit shtetror për statistika që është zhvilluar, nuk e ka njohur kategorinë rezident dhe jo rezident, mirëpo kjo qeveri tani në fund të vitit 2024 bëri një klasifikim, një ndarje në popullsi rezident dhe jo rezident, dhe në këtë rast nga 260.000 qytetarë të cilët janë regjistruar nga jashtë, 66% e atyre janë shqiptar, ose në shifër 173.000 shqiptar. Dhe me vendim të qeverisë, këta qytetarë llogariten si jo rezident dhe përjashtohen më pas edhe nga përllogaritjet në ndarjen e buxhetit apo siç e kishim rastin në ndarjen e kreditit hungares që u bën për kokë banori që u ndaj, dhe në shumë aspekte kanë arritur që dëmtohen shqiptarët në numrin e përgjithshëm të tyre, duke ndarë më pak mjete në kuadër të komunave, duke shkuar në zgjedhjet e fundit lokale madje me numër më të ulët, më të vogël të këshilltarëve, edhe pse duhet theksuar që ky vendim i qeverisë që u mor në qeveri më pas nuk kaloi ligji i vetë qeverisjes lokale në kuvend, për shkak se ne kemi shfrytzuar mekanizmin e badenterit si opozitë shqiptare dhe nuk arritën që ta kalojnë. Megjithatë, kjo flet për mentalitetin diktatorial, do kisha thënë që tani më atje vendimet merren përmes numrave dhe nuk vlen fuqia e argumentit. Pra, sado që të argumentosh në kuvendin e Maqedonisë së Veriut për gjërat të cilat i kemi në debat, mjafton në fund të majorizimi i tyre ndodh vetëm përmes numrave. Po sido që tjetë e tëra kjo që zhvillohet atje, unë them që mentaliteti ish Jugoslav neve nuk po na ndahet, ndërkaq do kisha thënë që duhet kishim marrë mësim të mjaftueshëm, sepse kur e ndava Maqedoninë e Veriut historinë e saj në këto 4 dekada që po zhvillohet tani edhe dekada e 4, më lejoni të kthej tek ajo e para, sepse ishin pikrisht zhvillimet e vitit 94 ku për Universitetin Shtetëror të Tetovës në atë kohë kur u themelua dhe më pas kur u mbajt edhe ligjërata e parë në vitin 95, e dini shumë mirë që në atë kohë ka pasur pikrisht ai ka qenë rektori i parë i Universitetit të Tetovës për çështje e rëndësishme në atë kohë. Ne kemi edhe Abdil Selam Eminin si dëshmor i atij universiteti, dhe kur e them këtë flas për mentalitetin atje që zhvillohet, që do të thotë se edhe për të pasur universitet ne është dashur që të kemi dëshmor. Edhe për ngjarjet më pas të 97-s të Nëntkorikut në Gostivar, që për të larguar flamurin nga institucioni, nga komuna e Gostivarit, me qindra ka pasur të plagosur, të keqtrajtuar, të burgosur, përfshirë edhe vetë kryetarin e komunës Gostivarit në atë kohë, ka 3 dëshmorë, edhe ajo datë shënohet atje në Maqedoninë e Veriut, dhe dua të them janë të gjitha këto të cilat më pas sollën në vitin 2001 edhe në luftën e armatosur, me që rast më pas patëm një marrëveshje të Ohrit,
e cila u deshtë të veçmë të ishte implementuar, të ishte realizuar, por për fat të keq patëm në ngecje edhe në implementimin e saj. Madje për shembull mund të marr vetëm një gjë, për shembull marrëveshja Ohrid është nënshkruar në vitin 2001 dhe në mesin e gjërave të cilat i ka pasur si parim kushtetues për fajësimin e drejtë dhe adekuat, po e prek të parën sepse është shumë aktuale në Maqedoninë e Veriut edhe sjellja një ligji me një emërtim të këtillë, por që është larg objektivi që synon ky parim në kushtetutën tonë atje. Dhe për shembull në vitin 2014 është sjell një mekanizëm, një instrument që thirret balancues, i cili edhe nuk e realizonte në tërësi këtë parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në punësime. E kemi të qartë, a bëhet fjalë për badenterin? Jo, më lejo që ta sqaroj sepse janë dy gjëra. Për publikun e kam. Po, badenteri është mekanizmi që neve na shërben për të shmangur nga mbivotimi. Është mekanizëm i votimi që shfrytëzohet atje nga shqiptarët për të mos lejuar majorizimin nga ana e Maqedonëve. Do me thënë, nëpërmjet mekanizmit të badenterit, të gjithë komunitetet, shqiptarët dhe të tjerë që janë jo Maqedon, ka ligje të cilat hyjnë në këtë kategori që duhet të votohen me badenter me qëllim që të mbrohen interesat e komuniteteve të tjera. Po neve atje dhe për këtë na është paraqitur një problem shumë i madh. Mua me keqardhje më duhet ta them që ne tani më edhe badenterin jemi duke luftuar me shqiptarët që t'i bindim situata të caktuara që mos e japin votën në favor të atyre që duhet kundërtën. Nëse ndiqni politikën atje, unë besoj se nuk e keni të vështirë nuk është vështirë për ta kuptuar. Janë pikërisht grup subjektesh politike që së fundmi janë identifiku edhe me një emër si vlen, kanë zgjedhur kryesi me bashkëkryetar, ashtu siç keni arritur që ti ndiqni dhe ti shihni, por brenda kësaj kohë është vërtetuar edhe një gjë tjetër, edhe pasja e shumë kryetarëve dhe partive politike të ndryshme atje që veprojnë nuk i ka shërbyer situatës, përkundrazi ka arritur që më pas secilin kokën e vet të marrë vendime të këtilla dhe kanë gjetur mbështetje grupimi i tillë politikanësh tek Kristian Mickovski, i cili për fat të keq arriti që t'i binte ata që duhet jenë pjesë e qeverisë, që ai e kishte emërtuar programin e vet dhe fushatën që e bëni Makedonia Povtornotfoja, Maqedonia përsëri e ytja, dhe atje në fakt ka pasur një bashkëpunim parazgjedhor në mes VMRO-s dhe Vlenit. Dhe me thonë, ishte një dëshpërim i madh sigurisht, sepse me këtë humbet edhe kuptimi i pjesëmarrjes së partive politike dhe shqiptarëve për të shprehur vullnetin e vet përmes votës në kohën që ti në fundit mvaresh nga vullneti i palës maqedone. Dhe me thënë atje i ra puna që ishte rëndësishme kushdo fitonte në kampin politik maqedon, sepse prej atyre më pas do të mvareshte edhe i përzgjedhuri në kampin politik shqiptar. Ne këtë e kemi quajtur si shkelje e legjitimitetit dhe kemi llogaritur këtë qeveri si monoetnike për faktin se ne konsiderojmë se atje patjetër duhet ketë raporte të ndërtuara, të mirë ndërtuara në mes e dy komuniteteve dietnive kryesore që janë maqedonët dhe shqiptarët, sepse kur jemi edhe te ky numri i përgjithshëm i popullsisë, unë nuk kam nguruar shpeshherë ta them që nuk është çështja vetëm e karakterit ekonomik kur largohet diaspora apo mërgata nga numri i përgjithshëm të popullsisë, por është edhe e karakterit të ndërtimit etnik të shtetit. Do të thënë është goditje drejt për drejt mbi ndërtimin etnik të shtetit. A ka arrit Vleni me kuptu këto? Këtë të ta sqaroj sepse është shumë e rëndësishme. Do të thënë shqiptarët janë 30%, maqedonët 54%. Në kohën që ne jemi dhe llogaritemi me numrin e përgjithshëm të popullsisë, ne jemi më afër komunitetit pra maqedon me përqindje dhe jemi më larg nga komunitetet e tjera të cilat kanë dallim shumë të madh në përqindje nga shqiptarët si shtet formues. Dhe pikërisht në kohën që ata i larguan këta 173.000 shqiptarët nga numri i përgjithshëm dhe i quajnë si jo rezident, me këtë ne afrohemi me përqindje më afër komuniteteve të tjera dhe largohemi nga maqedonët. Prandaj them që këto janë goditje të cilat janë shumë të mëdha. Unë nuk besoj që ata përfaqësuesit shqiptar të cilët janë në qeveri me pëlqimin e Mickovskit
nuk është shumë e vështirë me i ditë këto gjërat, nëse nuk i kanë ditë, ua kemi thënë disa herë deri tani, për me ditë që kjo është e goditje drejt për drejt mbi ndërtimin etnik të shtetit dhe nuk është do si do vendimi marrur i qeverisë. Ata heshtin për shumë gjëra, më vjen keq që duhet them, po si duket dëshira për pushtet ka arritur efektin e vetë dhe tashmë ne kemi atje politikanë të cilët i thuan mirë gjendjes në qoftë se ata personalisht janë mirë. Dhe kjo nuk është vetëm cilësi e ditëve të sotme. Për fat të keq më duhet them që ka një historik të vetë si erdhi puna deri këtu, jo pa fajin edhe të tjerëve të cilët krijuan praktikën e sjelljes së këtill të shqiptarit në institucion. Dhe me thënë, kur je në institucion dhe je pjesë e qeverisë, edhe gjërat që s'janë mirë, duken mirë, po sepse e ke vetë mirë, sepse pushtetin pasjen e pushtetit e llogarisin si të mirë, dhe nga ana tjetër, është pjesa tjetër e shqiptarëve shqyqyrë që janë, që vazhdimisht unë mendoj se do mendojnë dhe do veprojnë ashtu që shqiptarët do jenë mirë, kur me të vërtet shqiptari do jetë mirë në shtëpinë e vetë, përfshirë në të gjitha aspektet, dhe sidomos në një shtet si që është Maqedonia e Veriut, që nuk kalon asesi nga i mentaliteti jugoslav, parasysh krejt gjërat që atje zhvillohen. Ju ishit pjesë e koalicionit Front Evropian. Garuat së bashku dhe si përfundim ju dolet partia e dytë nga pala shqiptare. Po tani ju nuk keni më, si duket, nuk keni më pjesë e Frontit Evropian. Sa deputet e një jo, rrjedhimisht nga aleanca në lidhjen shqiptare që i përkesni lidhës shqiptare tani? Ne për momentin ishim 4, për momentin jemi 3 deputet që jemi nga Aleanca për Shqiptare që tani më jemi të lidhjes shqiptare. Është e vërtet që në zgjedhjet e fundit parlamentare kemi qenë pjesë e Frontit Evropian, për arsye të cilat edhe i kemi sqaruar, por nuk është keq në qoftë se po patjetër. Çka u bë sebeb që seni bashkë? VMRO-ja për të arritur të bënte këtë që ndodhi, kishte vu sy mbi Aleancën për Shqiptarët dhe ne këtë e kuptonim. Dhe duhet të ndodhte kjo që ndodhi brenda Aleancës për Shqiptarët, gjeti instrumentin e vet brenda nesh dhe e realizoi atë që donte. Pra mori pjesë të Aleancës për Shqiptarët, i bashkoi me Vlenin, me eksponentë të tjerë, të partive të tjera, për të bërë të mundur këtë që ndodhë sot. Dhe nga ana tjetër, në atë kohë ne ishim edhe pavula për të garuar në zgjedhje, sepse ashtu i ecën punët sa që ne s'kishim as afat për të mundur t'i kryejmë këto procedura tjera që të mundemi të garojmë vetë, sepse ne kishim një vendim të kryesisë së partisë në të cilën ne në mënyrë unanime kishim vendosur që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shkojmë vetë në zgjedhje. Kjo siç duket ishte arsyeja kryesore që më pas edhe kjo ishte arsyeja, domethënë çka lidhet këtë me vulën që jo kishte të pamundur pjesën procedurale. E kishim pjesën procedurale dhe nga ana tjetër nuk është që ne tani që e kishim mungesën e vulës dhe duhet t'i mbyllnim si dhe shkonim kudo, sepse ndoshta do shkonim edhe nga ana tjetër nëse do shkonim si mbyllur përkundrazi, e kemi analizuar situatën dhe përballë situatës që ishim ne duhet të bënim një zgjidhje dhe ne menduam që megjithatë të bërit e jona pjesë e Frontit Evropian mbase do t'i kontribonte qëllimit që ne kishim t'i bënim ballë VMRO, sepse dukej që forcohej VMRO-ja dhe dukej bashkëpunimi shumë i afërt dhe i fuqishëm që ai e kishte prej para zgjedhjeve të ndërtuar me këto eksponente që sot janë pikërisht tani më Vlen. Po atëherë ishin ende pjesëzat të cilat grupoheshin rreth një projekti të këtill që ishin duke e formuar. Ne i kishim të qarta këto gjëra, prandaj menduam se në qoftë se ne do duhet marrim pjesë në ato zgjedhje, sepse kemi pas idenë që edhe tërhiqemi dhe mos marrim pjesë as pak në zgjedhje, menduam që ne do t'i kontribojmë me konzistencën që e kemi dhe e kemi dëshmuar me politikbërjen tonë atje, menduam se do t'i ndihmojmë çështjes në qoftë se do të bëhemi pjesë e Frontit Evropian dhe do mundohemi të ndërtojmë atë frontin si një digë për t'i bërë ballë atij vërshimi që e shifshim që do të ndodhë të marrëdhjen dhe me fuqizimin e VMRO-s. Si rezultat, ndodhja që ndodhi, dolëm po fitues në kampin politik shqiptare dhe partia e dytë fituese, por megjithatë, pasi u formua qeveria, Mickovski mori ata dhe nuk i mori pas përfundimit të zgjedhjeve, por marrëveshja ishte prej më herët, megjithatë Fronti, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk ishte në krye të detyrës. Ai pësoi çarrjen, fyerjen e parë, në momentin që ne gjatë gjithë kohës flisnim për
shkeljen e legjitimitetit atje që bëri Mickovski kur i mori humbësit në kampin politik shqiptar, pikrisht partia e cila ishte në kuadër të frontit Bashkimi Demokratik për Integrim e votoi ligjin për riorganizimin e organeve të pushtetit qendror të propozuar nga vetë Kristian Mickovski. Ne nuk jemi pajtuar me këtë vendim, ne nuk e kemi dhënë as votën tonë, por megjithatë kemi thënë dhe vazhdojmë themi është çarja e parë që i ndodhi frontit dhe më pas edhe zgjedhjet e fundit lokale që i patëm atje, sepse shifni kur formohet një koalicion, ai ka qëllimin se formohet. Dhe unë them që qëllimi kryesor ishte t'i bëjmë ballë Vllomëros, e cila ishte në forcim e sipër. Humbja e Kërçovës, humbja e Bërvenicës, të gjitha këto ishin elemente të mjaftueshme për ta kuptuar se ky grupim nuk i shërbente më qëllimit. Dhe gjitha ta aktivistë të frontit evropian, të cilët me gjithat eufori na kanë mbështetur që ne t'jemi në krye të kësaj detyre, ne kemi menduar se shpërblimin më të madh mund t'ua bëjmë duke u shkëputur nga fronti evropian dhe duke vazhduar me rezistencën dhe konzistencën tonë ashtu siç kemi ditur ta bëjmë edhe më herët. Sepse ajo kronologjia e historisë së Maqedonisë së Veriut, përveç atij 10 vjeçarit të parë, më pas ne i dim se si ndodhen zhvillimet më pas, kishte vonesë të marrëveshjes së Ohrit, kishte sjelljet e enciklopedisë në kohën kur pikërisht pas zhvillimeve të vitit 2001 ndodhte përsëri një gjë e tillë. Kemi Shkupin 2014 që ca figura një 3 të tilla ndej këndej në skajet e Shkupit, ndërkaq me miliona euro u harxhuan për atë projekt, para edhe të qytetarëve shqiptar. Ishte në vitin 2011, më duhet patjetër se kam pjesë shumë të ndjeshme, u votua atje ligji për përdorimin e flamujve dhe është një moment që unë do të thoja nuk është dashur të bëhet një kompromis aq i madh, ku dimenzionet e flamurit kombëtar, kur valevitet afër flamurit shtetëror atje, duhet të jenë 1/3 e përmasave të flamurit shtetëror, që është fyerje, gjimtirësh, krahësh të shqiptarëve atje dhe gjitha. Në kohën e BDI-s është bërë kjo? Po, në vitin 2011, po. Dhe janë të tilla zhvillime të cilat neve na kanë bërë që në mënyrë të vazhdueshme të bëjmë punën tonë, edhe ata të cilët para nesh janë munduar, po sidomos unë do kisha thënë që në vitin 2016 zgjedhjet parlamentare që ishin dhe më pas formimi i qeverisë në vitin 2017, ku ndodhen ngjarjet e përgjakshme në kuvent, janë kthes e rëndësishme në politikbërjen atje, me rezistencën e vetë Zjadin Selës, me gjithë atë që ndodhi atje, kur për herë të parë shqiptarët ma e kanë edhe kryeparlamentarin shqiptar, kur u soll ishte kusht nga vetë kryetari i Aleancës për shqiptarët atëherë, pra Zotëri Zjadin Sela, sepse ajo qeveria atëherë u formua me kushtin e kryeparlamentarit, me kushtin e sjelljes së ligjit për përdorimin e gjuhëve, këtij ligji që mjafton dhe duhet që ta zbatojnë, e vetmja gjë që mund t'i shërbejnë dhe të ndihmojnë të gjithë ata të cilët duan ta përmendin si ligj, e vetmja gjë duhet që ta zbatojnë, sepse asnjë instrument, asnjë mekanizëm nuk funksionon vetë, sidomos në shtet si Maqedonia e Veriut, nëse nuk i ka ata insistuesit të cilët në mënyrë të vazhdueshme do të kërkojnë implementimin e tij. Aleanca për shqiptarët, tashmë lidhja shqiptare, sepse lidhja shqiptare është trashëgimia e Aleancës për shqiptare që kemi pasur më herët. E dini në vitin 2020 ne kishim 12 deputet dhe ishim opozit me gjithatë. Shqiptarët megjithse gjithë kohën kishin jetuar Maqedoninë e Veriut ende nuk ishin shtetësi, me mira, me vjetra mira të tillë nuk ishin shtetësi. Ne të tillë e bëjmë politikën që nuk themi vetëm pse kjo nuk është kështu, po veprojmë për ta bërë ndryshe. Ashtu e bëm edhe atëherë, kemi bllokuar parlamentin në atë kohë, kemi sjell ligj që kemi gjunjëzuar një farë forme qeverinë, pjesë të cilës ishte edhe vetë BDI në atë kohë dhe ata që kishin mbetur pa shtetësi nuk kishin mbetur rasisht, sepse ishin gjetur jashtë
jashtë përpjekjeve për që ndihmuar dhe për të marrë atë që ju meriton. A u rregullu kjo çështja e shtetësisë tash? Çështja e shtetësisë kështu, përveç se sollëm ligjin, ne atje kemi probleme edhe me zbatimin e ligjeve. Nuk është çështja vetëm se kemi problem me sjelljen e ligjeve, por edhe me zbatimin, sepse shteti në mënyrë të vazhdueshme krijon mekanizma për të refuzuese ndaj kërkesave, ndaj këtyre elementeve, gjërave elementare që ju takojnë shqiptarëve atje, dhe ne kemi vazhduar më pas betejën duke qenë një pjesë edhe vetë pushtetit në mënyrë të vazhdueshme, dhe unë si deputete me qindra pyetje, mbi 400 pyetje, kam bërë ministrit në qeverinë ku ishim edhe vetë dhe kërkoni me insistim që të realizohen ato shtetësi, kemi arritur me mira të tilla të realizojmë, dhe ai është një proces dinamik çështja e shtetësive dhe duhet vazhdojë vazhdimisht. Për fat keq tani ka informacione që ka bllokim të kësaj çështje, edhe pse ligji është i qartë, precis i sjell për anës tonë, dhe të shohim përsëri se si do vazhdojmë më tutje ju dalim në ndihmë këtyre qytetarëve. Alianca për shqiptarët, pra ne nuk e kemi matur ku jemi në opozitë ose jemi në pushtet, por gjithmonë kemi bërë atë që kemi konsideruar se është më mirë. Ja për shembull kryeministrin e parë shqiptar është pikërisht i bërë me votat tona. Dhe ne kemi qenë në opozitë, për s'ka qenë rëndësishme kjo pozicioni se ku kemi qenë për momentin. Propozimin francez duhet të theksojmë patjetër që ne në opozitë kemi qenë, po jemi partia që kemi bërë forumin për të kaluar propozimi francez. Dhe krejt çështjet e tjera të cilat ne i shohim në interes të qytetarëve shqiptar atje, ne interesin e qytetarit e vendojmë mbi të gjitha. Prandaj unë kur i ndaj këto periudhat mundohem që të ve në spikam diçka që na duhet neve shqiptarëve atje. Është shumë e rëndësishme që shqiptarët mos se matësin të keqen. Ne jemi atje edhe debati që zhvillohet, njëra pali thot tjetrës pse se bët ju, këta tjerët veç ndihen sikur janë të amnestuar se nuk e kanë bërë ata, tash edhe këta duhet mos me e bë. E harrojnë që kur kanë ardhur në pushtet kanë thonë që ne, ose në programet natë që kanë premtu, kanë thonë do e bëjmë, ne jemi ndryshimi. Dhe realisht për fat të keq ata janë substitut të BDI-s dhe nga njëjti material sigurisht se nuk mund del rezultat ndryshe. Kur po janë opozitë dhe dëshira për me orën pushtet, po thojnë që kena me bo ma mirë. Kur po vine pushtet, po thojnë hajtë se dhe ata kanë bo. Po kjo nuk është, ja për shembull, ne jemi një grup politikanësh që nuk mendojmë se duhet jetë kështu. Në qoftë se diçka për shembull nuk është mirë, ajo nuk është mirë edhe kur je në opozitë edhe kur je në pushtet. Dhe unë nuk mundem as se si ta kuptoj edhe si mund të thuash, sepse keqja është e keqe dhe është e lehtë identifikueshme. Edhe kur do qoftë që vjen ajo. Kur do qoftë që vjen, prandaj unë kur e përmenda, për shembull ne kemi pas edhe një situatë tjetër, kemi pas ligjin për Branitella që njihet atje. Dhe BDI-ja e kishte votuar disa herë ligjin për Branitella, që t'ja shpjegojmë edhe opinionit kosovar, janë pjesa e palës Maqedone që kanë luftu në luftën e fundit që kanë ndodhur mes shqiptarëve dhe forca policore në Maqedoninë e Veriut. Po, dhe një ligj të tillë e kishin votuar disa herë, megjithatë ne duke qenë pjesë të frontit evropian ku kthehem tani, nuk e morëm si model se dikush e kishte votuar më herët, po e kemi bllokuar të njëjtin, sepse kemi thënë që Maqedonia e Veriut nga viti 2001 është deklaruar se do jetojmë bashkë, ashtu kemi një buxhet dhe ai buxhet duhet ju shërbejë të gjithë qytetarëve njëjtë dhe në mënyrë të barabartë. Prandaj, ky është standardi që ne mundohemi dhe kemi venduar në një farë mase në politikë bërjen atje në Maqedoninë e Veriut, mundohemi, mendoj se sot e kemi shumë më të lehtë për t'ju treguar qytetarëve kush jemi, sepse kemi punë të lëna pas, pikërisht to që i përmenda më herët, pikërisht jemi argumenti kryesor se politika mund bëhet edhe ndryshe. Dhe një gjë që s'është e mirë, ke mundësi të thuash që s'është e mirë, pavarësisht nga pozicioni që mund ta kesh për momentin. Pavarësisht sot deputeti ka kuvendi Maqedonisë rjeti vlën me deklaratat e juaja. Nuk ka rëndësi sa deputeti ka një subjekt politik, po një me pas, dy me pas, kur janë zëshëm edhe kanë që ka thojnë vërtet tjertë s'po dëgjohen. Është kurajo dhe motiv, për ne më duhet ta them patjetër. Jo për ne personalisht, sigurisht se ne ndihemi mirë, çdo individ kur dëgjon fjalë të mira që i vlerësohet puna që e bën, pa diskutim që ndihet mirë. Megjithatë, unë kam shumë të rëndësishme që qytetarët po japin vlerësimin për punë të mira. Sepse dua në një farë forme ta kuptojnë që qytetari është ne.
Në qoftë se votuesit e Frontit Evropian kanë votuar Ilirën dhe të tjerët në zgjedhjet e fundit, veprimet e mia në veprimet e mia politike në foltore janë pjesëmarrës të drejt për drejt votuesit që kanë dhënë votën për ne. Edhe ti shumë mirë krijon raportin me ta edhe nashta jo shumë herë flet me ata që i poshtë sallë për ti tregon mbështetësve, votuesve, njerëzve, dashamirësve që dojnë me pa pozicionin e shqiptarëve aty ku e kanë vendin. Menoj që to ti e ndërlidh shumë mirë dhe ju tregon qartazi që unë jam këto edhe po flas me fjalët e juaja që ju më keni delegu e që e pata të nevojshme me thonë që shumica edhe në Kosovë edhe në Maqedoni nuk po arrin me kuptu në ashta këtë që ti e ke kuptu ma herët. është thjesht kjo, nuk është të komplikuar, nuk është se dhe shumë do të mendohesh jeton. Ti mjafton të llogaritesh se ti je një prej tyre. Aq, është thjesht. Pa e kompliku. Pa e kompliku, është shumë e thjesht. Dhe që është një gjë tjetër, motivi që vjen nga e tëra kjo është se unë duke qenë prej kur tash jam në mandatin e dytë si deputete, unë e kam kuptuar edhe një gjë tjetër që mundohem t'ua transmetoj qytetarëve. Mos besoni kur ju thua nuk mundet. Nuk është e vërtet që nuk mundet. Mundet. Mundet, është shumë e mundshme. Ne kemi provuar. Madje duke mos qenë asnjëherë fitues absolut në kampin politik shqiptar, ne kemi bërë gjithë këto punë të mira. Dhe me thonë mundet, sepse edhe pala tjetër kur ti të sheh se sa serios je dhe kur ke fuqinë e argumentit pa ngarkuar. E ki për një me. Pikërisht. Dhe atëherë mundet. Prandaj politika duhet jetë në duart e njerëzve të cilët besojnë në gjën që e bëjnë. Nuk mundesh ti dalisht përfaqësosh grup të caktuar ose kushdo qoftë, në kohën që ti nuk beson vetë në atë gjë që e bën. Ne besojmë se mundet sepse mendojmë që ne jemi në të drejtën tonë. Edhe debatet kur i bëjmë, unë nuk e shoh se unë duhet jemi ngarkuar me idenë se jam duke kërkuar nga dikush diçka. Thjesht vetëm pjesën tonë. Ne jemi atje ashtu si qemi, në shtëpitë tona, në tokën tonë, në të drejtën tonë. Madje edhe dje në debatin parlamentar që bështe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nuk kam guruar të them kur s'kemi jetuar ne mbi shpinën e të tjerëve. Shqiptarët gjithmonë janë bërë urë për të kaluar tjerët. Po se si më duket që ka fillu mos ju mjaftojë kjo që vetëm të kalojnë, po duam pak edhe të kërcejnë. E këtu bëhet problem. Kjo e mirë, me kësy nuk ka. Dëma, hajde u bom urë për me kalu, po tash mos na... Se i kujtojë shqiptarit, tash ku pak shpinën. Po. Edhe pastaj shohim si shkojnë punët, kështu që duhet me pat kujdes deri në masën se ku e kemi në tolerancën edhe pala tjetër me kuptu se ka do limite, ka do kufi, prandaj... Mjaft është mjaft. Mjaft është e mjaft. Ne asnjëherë nuk kemi kërkuar që të ngarkojmë dikënd me peshën tonë. Përkundrazi jemi munduar gjithmonë që të ndihmojmë procese, po tani ti duhet shkollat ti kesh më të dobta, ti duhet infrastrukturën ta kesh më të dobët, ti duhet mos e kesh ujin e pishëm, ti duhet spitalet më dobta. Spitalet më dobta, ti duhet madje që mjetet nga buxheti i shtetit mos ndahen në mënyrë të barabartë për shkencë dhe për kokë studenti nga buxheti i shtetit dhe më pas atje kur të vije puna për vlerësim të pikëve të kandidatëve që kanë studiuar në universitetet e ndryshme brenda të njëjtit shtet, ai të majorizojë dhe të thotë që kandidati që ka studiuar për shembull në Shën Kirili vlerësohet me pikë më shumë, në mënyrë automatike t'i dalin atij kandidati pikët më shumë. Për çfarë? Për fajin e institucioneve të cilët, sepse një nga kriteret që matet dhe rangohen universitetet në rang botëror që është, janë pikërisht edhe mjetet e ndara për hulumtim, për shkencë. Dhe tani çfarë faj kanë universitete që një herë ti i nënvlerëson dhe nuk ua jep pjesën si duhet, edhe këtë universitetin shtetëror të Tetovës që me shumë sakrificë dhe me gjak është ndërtuar, dhe më pas të bësh edhe me këtë majorizimin institucional brenda për brenda, dhe pastaj të thuash që ja tani do sjellim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ama nuk do ketë kuota etnike, po jo, kështu jeton kështu. Zbohet kjo punë. Zbohet kjo punë kështu, sepse ne me kuotë thirremi, gjuha shqipe na thirret 20% në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, gjuha
nuk thirret si që ka emrin gjuha jone dashur gjuhë shqipe, thirret gjuha të cilën e flasin mbi 20% e popullsisë dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedone. Imagjinoni edhe në definimin për gjuhën shqipe që definohet që s'ka se ekziston në botë definim për një gjuhë që e ka emrin ashtu siç e njeh gjithë bota. Guxohet pra që të formohet në këtë mënyrë gjuha të thirret 20% në kushtetutë, ndërkaq këtu ku duhet bëhet përfaqësimi nëpër institucione dhe atë në hierarki që nga qeveria dhe në gjitha nivelet e tjera në çdo institucion, këtu thuar nuk ka kuota etnike. E po si do bëhet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në qoftë se ai nuk i ka të definuara konceptet, ai nuk i ka mekanizmat kush do bëje identifikimin e mos përfaqësimit, sepse ne nuk duhet të harrojmë që si erdh puna që të kemi ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat, pse ka kërkesë për të tillë, sepse ka nën përfaqësim, sepse ka majorizim, se ka nën vlerësim pikërisht të kandidatëve të cilët konkurrojnë në vendet e punës. Ne këto çështje atje që jetojmë i kemi shumë të qarta që lidhet pastaj edhe me këtë lehtësinë apo rëndesën e ajrit të vendit ku e vizitojmë apo aty ku jetojmë, sepse të gjitha këto bëhen ngarkesë shtesë për qytetarët dhe ne si përfaqësues të tyre kemi marrë mandat për t'i bërë punët si duhet dhe jo për të miratuar politikat e dikujt tjetër që i duhet përfaqësuesi apo zëri shqiptarit aty brenda vetëm për ta legjitimuar këtë që ndodh, sepse ti kur nuk e fut kuotën etnike, ndërkaq që edhe gjuha thirret në kushtetutë me përqindje, edhe dimensionet e flamurit aty me thyje si ke caktuara, dhe këtu ku duhet nuk mundesh ka të përdorish kuotë, nuk mundesh ka pastaj të thirresh në elemente tjera me cilat do ta vërtetosh etnin, sepse ai balancuesi që fillon para ta bëjmë krahasimin, tani balancuesi është instrumenti nëpërmjet të cilit në vitin 2014 është sjellur një mekanizëm i cili në mënyrë automatike ka identifikuar në secilin institucion sa ka përfaqësues të secilit komunitet. Në qoftë se po e zëm shqiptar ka më pak dhe ka pasur patjetër dhe ka më pak, atëherë balancuesi ka thënë që nga ky komunitet duhet jetë i punësuari. Mirë po, defekti i balancuesit ka qenë se ka mbajtur llogari vetëm për aspektin numerik, që në kuadër të atij institucionit ketë përqindje të caktuar shqiptarësh, mirë po nuk ka mbajtur llogari për përfshirjen vertikale të tyre apo strukturore, që ato të mos jenë të gjithë të nivelit të ulët, po të jenë të gjitha niveleve. Dhe ky ka qenë defekti të cilin e vazhdimisht e kemi thënë. Po kur një instrument ka defekt, atëherë ti duhet ta përmirësosh atë defekt. Dhe ja ku është rasti i ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, është momenti për ta përmirësuar, që ligji duhet ta përcaktojë edhe aspektin numerik, edhe këtë tjetrën përfaqësimin strukturor. Mas këtë kësaj, apo arrihet të realizohet ajo kërkesë që ju po provoni me e tregu edhe para publikut edhe para opinionit? Për fat të keq, dje përfundoi debati për amandamentet dhe me keqardhje duhet të them që ata nuk kanë pranuar asnjë amandament. Pastaj është asnjë amandament dhe çështja është që edhe nuk rregullohet. Edhe po duash me pak amandamente ky ligj nuk rregullohet, sepse ai nuk është ndërtuar për të rregulluar përfaqësimin, po është i rregulluar për ta rregulluar përjashtimin, sepse unë atë që fillova ta përmendi ta sqaroj me vlerësimin e pikëve, pikë preferenciale që ju jepen kandidatëve që kanë kryer nëpër universitete të ndryshme. Po pikërisht këto tani thuan profesionalizmi dhe meritokracia janë të parat të cilat do vlejnë. E tani këta të cilët deri tani janë vlerësuar me pikë më të larta, vetëm edhe me ligj do ta rregullojnë që të jetë ashtu. Me facilitu edhe në aspektin ligjor edhe... Po, do me thënë, unë ua kam thënë atje dhe duhet them vazhdimisht. Të vetëm gjë që këta janë duke e bërë, është që janë duke formalizuar këtë, unë e kam quajtur racizëm institucional që ndodh nëpër institucione të ndryshme, këto tani e formalizojnë dhe çështja e keqja e paketojnë përmes emërtimit ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që në fakt është parim kushtetues, por i cili kërkon me të vërtet përfaqësim të drejtë dhe adekuat të komuniteteve dhe popujve që jetojnë atje. Po jo në qoftë se njëjtë diplomum në Universitetin e Maqedonëve dhe njëjtë diplomum në Universitetin e Shqiptarëve, pindoj kështu, me thjerëzu, qoftë se e përfundojnë ekonomikun, kë që ka studiu në
Universitetin Macedon i ka 100 pikë, kë që ka studio në Universitetin Shtetëror të Tetove si ka 90 pikë, edhe po thetë hajde tash, po garojna barabarën e teja. Po, e tash, për të vazhdu këtë iden, ligji i tyre që e kanë propozuar thot, vetëm në rastet kur kandidatët do kenë pikë të barabarta, do vijen shprehje etnia. E kuptoni? Po, e tash qysh me konë... E tash si mundet, kjo është edhe talje. Pastaj është hapur një debat atje si do bëhet identifikimi me letër njoftimi, po nuk vinë, kam dalë ju kam thënë, nuk vinë shprehje letër njoftimi, haronja atë debat. Nuk vjen shprehje sepse ti prej, do me thënë, nuk mbrintin fazën e dytë, kur do vijen shprehje etnia. Ti në fazën e parë ti penalizohesh. Fazën e parë, e tani, sipas meje, po besoj gjithë ata të cilët duan drejt ta kapin këtë çështje, krejt esenca qëndron në formalizimin e kësaj fazës së parë. Dhe me thënë, edhe me ligj ta bëjnë që atë që ka ndodhur prej më herët, sepse nuk është risi vlerësimi i këtill. Dhe me thënë, ka ndodhur në mënyrë, ka një sistem elektronik atje që në mënyrë automatike bën vlerësimin në këtë formë të kandidatëve varësisht se ku i kanë kryer studimet, tani vetëm janë duke e formalizuar. Tani jeton, sa në bëhem se nuk e kuptojmë këtë. Se në bëhemi se nuk e kuptojmë. Kjo ka shumë e thjesht. E tani, për hir të vërtetës, së bashku me Ziadin Selën, me Elmi Azirin, deputetet pra atë lidhje shqiptare, ne kemi paraqitur paralelisht, me qenë se kjo është një ligj që sillet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, për mos me thënë që se dim si duhet bëhet kjo dhe mendum se duhet kështu ose ashtu, ne kemi bërë propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat me gjitha dobësitë që kemi menduar si ka propozimi i tyre. Dhe ai është në parlament, në procedurë parlamentare. Janë përfaqësuesit e shumicës parlamentare të cilët në lexim të parë kur ndodhi që duhet të bëhet debati, nuk e kanë votuar ligjin, i cili për shembull i parashet gjitha këto dobësit të cilat unë i përmenda, që thot se kuota duhet jetë elementi i parë, sepse neve mos përfaqësimi na ka ardhur si rezultat i mos përfaqësimit etnik, ne nuk kemi atje problem me kriteret profesionale. Ose i disa marrëveshje për shembull që janë çuajtur përpara marrëveshje gentlemane. Për shembull edhe rasti me sheshet dhe rrugët në Tetovë që e kemi shumë të rëndësishme me folë. Më thonë, ato realisht, tani, guxojna me thonë, ato si shinkon emërtimet regjistrume. Ato ishin kanë mbi baza dëshirore. E po tani... Çka është ka ndodhur vërtet në Tetovë? Me këto emërtimin e rrugëve, me këto... Shumë mirë e thatë, do me thonë, ka pasur vendim këshilli për emërtim ndryshe të atyre... Këshillit komunal. Këshillit komunal, po me gjitha të, edhe pse kandidati i kryetari komunës në atë kohë ka qeni të njëjtës parti, pra të BDI-s, me ata të cilët kanë qenë në pushtetin qendror, të njëjtin vendim... Tani, duke që Hazbilika ka qenë në atë kohë... Ko ka gatë kohë kjo? Po, dhe me thënë 2007 duhet jetë, dikun 2006-2007. Edhe tani që vendimi, ai vendim, nuk ka kaluar më pas në qeveri, sepse është dashur vendimi i Këshillit të kalonte në qeveri që të mundeshin ato emërtime të ishin edhe të në mënyrë institucionale të ishin bërë me tamam dhe të mundeshin ato sheshe, ato rrugë të quheshin me ato emra. Prandaj, shifni... Tani vëmëroja ka qunë gjykatë kushtetuese, apo? Po. Edhe janë këthy emërtimet e, në fakt, janë këthy emërtimet që shkanë qenë? Janë këthy ato emërtimet që në fakt të tilla edhe janë përdorur në për dokumentet zyrtare realisht, por që në gjuhën e qytetarëve janë përdorur sipas vendimit të Këshillit. Kështu që e dini çfarë ka ndodhur atje realisht, qëndrimi i pushtetit pas 20 ca viteve ka bërë që dalin në sipërfaqe edhe disa gjëra të cilat nuk kanë arritur edhe duken mjaftueshëm. Ne kemi folur për këtë çështje në përgjithësi atje se si, sepse një punë kur e fillon duhet me kry, me çu si proces deri në fund, sepse nuk ka ambient atje për gatishmëri politike, nuk ka gatishmëri, duket që nuk ka. Do me thënë edhe gjërat të cilat janë me ligj të rregulluara atje në mënyrë të vazhdueshme, bëhen përpjekje për ta bërë ndryshe, jo më për të pasur kështu dëshirë të mirë menduar nga njerëz të cilët ja duan të mirë, të vullnetit mirë që ja duan të mirën të ardhmes së qytetarëve dhe shtetit. Nuk kemi, për fat keq, nuk kemi situatë të tillë, prandaj ne duhet gjendemi në kuadër të situatës ashtu siç e kemi. Mirë po, cili është problemi tjetër? Që këta të cilët janë në qeveri
në format të ndryshme, unë jo rasisht dhe janë substitut i BDI-s. Dhe këta janë bashkë pjesëmarrës në këto gjërat të cilat nuk janë bërë fare, janë bërë pjesërisht, ose janë bërë në mënyrë të gabuar. E s'ka gjë edhe më të shumtuar, që kur dalin këto të njëjtët, thuan sepse s'janë bërë. Dhe ndalesh nga njëherë pyet, more këta, a kanë mirë pikërisht mbajtjen mend gjërave, sepse janë pjesë atyre gjërave të cilat nuk janë bërë. Dhe nëse duhet me pyet, dikon duhet me pyet veten tënde, pastaj të vazhdojsh të pyesësh, po, shumë legjitime të pyesësh edhe ata të BDI, sepse janë një farforme bashkë i kanë bërë këto gjërat. Vetëm se tani e kanë ndruar emrin dhe mendojnë se me këtë emrin e ri tash kanë të drejtë ta përjashtojnë vetveten nga gjërat të cilat i kanë bërë më herët. Kështu që në këtë aspekt duhet me bërë ndarjet të qartë të gjërave, prandaj ne jemi shumë të bindur jeton që shqiptarët atje kanë nevojë për opsionin politik që është ndryshe dhe nuk do e matë të keqen. Nuk mund të pajtohem që shqiptarët duhet masim është kjo më e keqje apo ishtë më herët më keq. Ne kemi patjetër atje nevojë që ta bartim debatin në rrafshin e të mirës. Cila është më e mira, cili është varianti më i mirë. Ja, për shembull, edhe në rastin e propozim ligjit për përfaqësim drejt dhe adekuat. Ne, kur themi se ky nuk bën, ne japim opsionin se si është më mirë. Dhe duhet hapet debat. Po, për shembull, ka dy modele në kuvendin e Maqedonisë. Për shembull, një modelin e ju, edhe një model tjetër është Musa Xhaferi që luan solitare, për shembull, në kuvend. Mund është me bë edhe ti, me marr telefonin me lujt letra. Për shembull, në seancën e fundit e kemi pa Musa Xhaferi lujke letra në telefon. Modelin politik nuk e lidhi shumë me individin, është mentalitet dhe model që shoh pak ma gjërë. E shoh në kuadër të grupimeve politike. Edhe na, si shqiptarët Kosovës, pavarësisht asaj që e falem këtë në fillim, na lidhemi për njerëz që mendojna duke mos u përzirë në punë të juaja në asnjë moment, po vishtojnë kjo zonë që kjo kaka qaja që i shtyn proceset. Që kjo qipëllun solitare, kjo s'ka as vullnet me dëgju se onë, si në më thonë, janë do simbolika që qytetarët të ketë po vlasë në cilësinë e qytetarët edhe si pak njës i asoj pjese, në thonë, kur te e merë munën me shku me përfatsu, menoj që duhet me bo punën mirë, sepse mas nej pëmbesin ato nga këshilli mos kalim në qeveri dhe aj e shfrytëzon të drejtën e qënë gjykatë kushtetuese dhe ta kthen emrin e sheshit Josip Broz Tito. Shikoni, në kuadër të asaj, sepse është hera dy që e thoni mos përzirje në punët e Maqedonisë, kuptimin e Kosovës. Po në qofë se s'mon me ndimu? Lejoni pak vetëm të asjerë. Po, pa tjetër. Nuk është nuk mundesh me ndimu. Është çështja me zgjedh mënyrën si me ndimu, sepse Shqipëria ka obligun kushtetues të kujdeset për ne dhe për shqiptarët gjithandej. Kosova duhet të bëj shumë kujdes me mënyrën dhe qasjen që ka ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. A ka bë kujdes Kosova? Dhe dua të them kështu, që unë mendoj që këto duhet të kenë kujdes dhe të përzihen në mënyrën si duhet. Jo ndërhyrje për t'i ardhur në ndihmë subjekteve të caktuara politike, dhe këtu e kam paralelisht fjalën edhe për Republikën e Shqipërisë edhe për të Kosovën, por e kam fjalën për të ndihmuar shqiptarët atje. Sidomos Shqipërisë dhe Kosovës nuk i ngjan që të ndajnë shqiptarët në grupacione dhe parti politike. Përkundrazi, në qoftë se ne atje mund të jemi të ndarë, detyre të dy palëve është që të krijojnë situatë për unitet. Është detyra më e parë që duhet ta bëjnë. Dhe çdo ndërhyrje si zoti Rama dhe si zoti Kurti. Përkundrazi, për fat të keq, në këndvështrimin tim e kanë bërë të kundërtën dhe mendoj që të duhet reflektoj në këtë drejtim. Nuk na bën për nder askujt, as ne shqiptarëve atje dhe as njerëz palë që të zihen kryeministrat e di shteteve shumë të respektuara dhe dashura, se cili do të ashtri influencën atje, sepse ne shqiptarët atje me të vërtet kemi nevojë për mbështetjen e të dy shteteve, edhe të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe përpasoj gjuha neve na thirret atje, nuk po akuzoj tani dikën në mënyrë të drejtë për drejtë, po megjithatë
është gjuhë shqipe që duhet të gjithë ne bashkë t'i dalim zot, dhe në qoftë se ka çështje të cilat duhet të ndihmohen, janë çështje të cilat janë të përbashkëta dhe nuk mund ne t'i shmangemi. Ne s'kemi mund t'ju shmangemi zhvillimeve në Republikën e Kosovës, qoftë gjatë kohës luftës, qoftë pas luftës. Për shembull, ja në kohën kur u hap kushtetuta e Maqedonisë së Veriut, unë nuk mund të them se ne nuk mund të përzihemi tani që Republika e Kosovës nuk ishte të shtetet që kufizohet Maqedonia e Veriut është pikërisht. Po nuk ishte sepse nuk ishte hapur më herët kushtetuta, ose deri në atë moment nuk ishte. Ne kemi dhënë propozimin dhe fal Aleancës për shqiptarët atëherë dhe tani më lidhjes shqiptare mund të them lirisht që Republika e Kosovës numërohet në mesin e shteteve me cilat kufizohet Maqedonia e Veriut. Prandaj e kuptoni, unë nuk mund të them që nëse kemi për obligim dhe për detyrë, po duhet përzihemi në mënyrën që të ndihmojmë gjërat që duhet të ndihmohen. Edhe zotri Kurti, edhe zotri Rama, sigurisht se duhet ta luajnë rolin e vet. A ka bë mirë zotri Kurti kur ka thënë që gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut nuk është e rregulluar me ligj? Po tani jeton ju si thoni, ja ka bërë mirë kryeministri i Kosovës në kohën që ai ligj është paguar edhe me gjak në Maqedoninë e Veriut. Unë nuk jam të përmenu, po në qoftë se ma kërkan, unë e thëmë që secili ka punë të veta edhe me në qoftë se veç ju shfaqet nevoja njerëzve që përfaqësojnë shqiptarët. Në Maqedoni e kërkan një mbështetje, mund është mja ofru, po kur nuk të vetë kërkosh, qka po qohesh ti, po e thu, a është asë është, po mu më interesan, a është asë është. Gjuha atje ka ligj për përdorimin e gjuhëve, që më pas në klapa e gjuhëve, por që më pas në nen i njështë i caktuar në klapa gjuhë shqipe, dhe me thënë që kjo gjuha që e flasi 20% dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedone, pra është gjuha shqipe, dhe në kuadër të mundësive që jep kushtetuta e Maqedonisë së Veriut. Edhe njëherë me spjegu për qytetarë. Dhe më thonë, është ligji për gjuhët. Për përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe që më pas ka të specifikuar në klapa që bëhet fjalë për gjuhën shqipe. Dhe fal atij ligji, sot institucionet munden që të komunikojnë në gjuhën shqipe. Tani, ajo gjë që duhet thuhet atje, është që duhet ligji të zbatohet, sepse në kuadër të kushtetutës aq sa jep mundësinë, është i formuluar ligji. Tani që po e zamë, zëvendës kryeministrat në rend të parë, i sjellin ligjet vetëm gjuhën maqedone në kuvent, nuk ka fajet ligji për përdorimin e gjuhëve. Po e kanë fajet ata të cilët nuk e sjellin dhe s'kan guximin që ta sjellin në dy gjuhë. Nuk e zbatojnë, sepse ti të marrësh për shembull përsipër veprime të këtilla të hysh në qeveri duke i humbur zgjedhjet, ti ke pranuar që mos e praktikosh ligjin për përdorimin e gjuhëve, sepse unë ndryshe nuk di si ta interpretoj, kur ti e ke si ta definoj, sepse ti kur ta mundëson ligji, ta mundëson kushtetuta dhe ti vazhdon që ligjet ti sjellish vetëm gjuhën maqedone në parlament dhe më pas shërbimet e parlamentit duhet ti përkthejnë, ti do me thënë kontribon që gjuha shqipe atje të llogaritet e përkthyme dhe nuk e bie nga institucioni qeveri ligjin në të dy gjuhët. Ne për shembull të gjitha dokumente që nxjerrim në kuvent që bëjmë amandamente ose propozim ligje, i bëjmë në të dy gjuhët dhe si mendoni ju, në qoftë se nuk do ishte e mundur dhe me ligj e përcaktuar dhe e mundësuar, kjo si mendon jeton ti mundesh Maqedoninë e Veriut bësh propozim ligj të këtij? Ose me dalë me fol shqip në kuvendin që është janë të gjitha këto çështje të cilat janë vërtetësia se mundet, por këta me qenë se nuk e zbatojnë, gjejnë argumente të ndryshme, madje edhe përmes vetë kryeministrit të Kosovës, që besoj se mos informim i mjaftueshëm, gabim, nuk di si ta quaj, që besoj gabon zoti Kurti, e ki këtë përshtypje? Në raport me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pse na kena këtë përshtypje që s'gabon korrekt? Tani unë flas për këtë pjesën e ligjit për përdorimin e gjuhëve, është gabim kushdo që ta thotë. Është gabim që të thuhet se nuk ekziston ligj për përdorimin e gjuhëve. Është detyrë që të bëjnë thirrje për të implementuar dhe zbatuar ai ligj dhe më pas të shihen mundësitë
A do kemi mundësi më të tje që ta avancojmë edhe më shumë, çfarë mund të bëjmë më mirë se aq, mirë po asesit kthejmë pas. Kjo s'duhet ndodh. Po shkojna drejt fundit, çka po më intereson, Vleni, ose, si me thonë, Bilal Kasami ka qenë kryetari një grupimi i një partije të vogël, masnej u bo u kriju Vleni, po ai është zgjedh kryetari komunës Tetovës me partinë e tij, me subjektin e tij, tani më vonë është kriju Vleni, nëse s'gaboj apo? Po. Qysh është ka punon Tetovë, sepse Tetova është njëra prej komunave më të mëdha ku dominojnë shqiptarët. Shqife, këtë mandat e ka marrur në kuadër të Vlenit dhe jo vetëm në kuadër të Vlenit. Në kuadër të Vlenit, Po Vleni ka qenë i palegitimuar, po. Mandatin e parë i kemi ndihmuar për hir të vërtetës në raundin e dytë edhe ne pasi kandidati jo nuk ka kaluar në raundin e dytë, i kemi ndihmuar edhe ne atë në atë kohë, sepse po? kemi menduar, jo tani ishte kandidat Bajram Rexhepi, atëherë ka qenë te Utarifin, se nuk ka bojt dhe arriti që të kalojë në raundin e dytë, ne gjithmonë kemi menduar se duhet ndryshim të ndodh atje, sepse edhe mirë po të veproje një parti politike dhe jo më me gabime, edhe mirë po të veproje është mirë për demokracinë që të ndrohen përfaqësuesit në institucione, sepse ashtu janë më të kthjellët për të punu, më tepër ju kujtohet e kanë lidhjen më të freskët me qytetarët, nuk i harrojnë premtime që i kanë dhënë, ndërkaq pushteti i gjatë për fat të keq ka dëshmuar se nuk është i shëndetshëm dhe është mirë për shoqëri dhe ne pikërisht nga ky aspekt atëherë e kemi mbështetur, ka fituar zgjedhjet në komunën e Tetovës dhe tani në mandatin e dytë përmes Vlenit dhe përmes edhe VMRO, sepse ata kanë shkuar në koalicion si blok qeveritar dhe përpasoj shqiptarët kanë humbur Kërçovën, kanë humbur Bërvenicën, prandaj them që janë çështje të cilat janë të ndjeshme dhe kur e përmenda atje mekanizmin e Badenterit është bërë keq kur ti duhet të kesh frikë se dhe nga shqiptarët do e humbish Kërçovën, nga shqiptarët do e humbish Bërvenicën, prandaj ju bëj thirrje nëse mundet jeton patjetër. Duhet patjetër kjo qasje të ndryshohet, sepse kemi përgjegjësi para gjeneratave që vinë. Duhet mendojmë mirë se do gjikohemi një ditë, sa do që të zgjasin pushtetet, ja edhe pushteti i BDI-s një ditë do përfundoj edhe ki pushteti i tyre, megjithatë punët të cilat i bën ata kur sot numrohen, sikurse ose që nuk i bën ose i bën gabim sot thuhen, sepse edhe atje në parlament me emra, me mbiemra, përveç se ne jemi pjesëtar të një partie politike, aty te vendi ku unë shtyp sustën jeton shkruan Ilire Dauti. Dhe unë ju bëj thirrje gjithë secilit nga ne të bëjmë kujdes në rend të parë për emrin ton personal dhe më pas edhe për subjekte që përfaqësojmë, sepse do na gjykojnë gjenerata që vinë dhe kjo është më e madhja nga gjitha këto tjera. Për fund, a do me mojt emrin Ilire a Luanesh, se tash ka ndru trendi, më nuk po të thirin Ilire, po të thirin Luanesha shqiptarëve. Shife jeton. Bile Sarandës diçka i pengoj ky term. Ka një gjë, unë jo tani, me kohë, ma djenë fushatën e vitit 2020, ishim një takim në komunën e Bërvenicës dhe a ideali që u thiqte atë takimin që kishim me qytetarët, më kish pas profesoresh dhe filloj me këto epitete që filluan prej atëherë të mi thuan dhe unë sikletova dhe thash, a ka mundësi, thash të më thua Ilire, se përveç tjera, unë kam edhe historinë time të emrit tim, kjo puna e emrave dhe historiku të emrave në Maqedoninë e Veriut, nuk është vetëm çështje e emërtimit shesheve dhe rrugëve, ka qenë edhe emërtimit të emrave tanë që prindi im për shembull ka qenë i detyruar, por që nuk i është nështruar asaj kohe që të pranoje ndrimin, e kanë paguar me largim prej pune, me gjitha presionet e tjera që janë bërë. Për këtë emrin që e mbaj, kështu që i falenderoj të gjithë që mundohen përmes formave të ndryshme të m'japin mbështetje, po unë më mirë ndihem kur më thirrin gjithë Ilire. Ilire, unë të falenderoj pafund që ke pjesë e emisionit Jetë o Jetë dhe për neve ke shumë kënaqësi. Faleminderit shumë jeton, ishte kënaqësi. Uroj të kemi shërbi me gjëra të mira për të informuar sa do pak qytetarët këtu. I përshëndesim shumë. Faleminderit shumë të gjithë shqiptarëve në pjesën Andej Kufinit, ngeleni të përshëndetur nga ana ime. Miru takov shumë në emisionin tjetër.